pra është një individ që der para se ta kisha klient, nuk i kam dhënë dorën kur. Pra nuk kam patur ndonjëherë, nuk kam patur ndonjë mendim për të, në kuptimin që mund të kesh qenë dhe kundërshtar në Po jo, pa dyshim që kam qenë dhe kundërshtar. Më thënë, unë kam pasur vllajin në një institucion kur erdhi LSI-a në 2013 që bëri aleancën, më hoqën puna. Dhe kupton tani, më thënë, janë edhe këto konflikte, sepse prandaj ta thash unë kam një gjë nëse më i ke vënë vesh. Unë në media nuk flas kurrë për vete. Asnjë. Nuk as me njerëzit nuk merrem, unë flas për parime. Merresh me parimin dhe me anën profesionale. Nuk flas fare për vete. Se mund të kem shumë pak kënaqësi ndaj kryeministrit, ndaj kështu, por nuk flas për vete, nuk kam harxhë. Çështje profesionale. Kështu që po ju them këtë gjë, nuk i kisha dhënë dorën kurrë zotit Meta. Kur jam kontaktuar në zoti Meta, e mendova atë gjë. U habita sepse normalisht një njeri që nuk e njeh, nuk ka se si të gjokutajnë po, e kam shok, e kam mik, kemi ndjekur dhe çështje, dhe për këtë çështje jemi diskutuar, por unë zoti Meta nuk e njeh fjalë. Dhe në fillim u duk gjë e jashtëzakonshme, por kur pashu ballafaqova edhe kontaktet që pata me prokurorët e Spakut, kuptova që çështja vërtet mund të ketë juridike, po kuptova pastaj që çështja është më shumë politike. Është më shumë politike. Dhe po, unë ja kam thënë edhe prokurorëve në konfidencë, në konfidencë, normale, fundi jemi dhe njerëz, e kuptoj atë. Jashtë kontekstit të asaj kam thënë që çështjet politike është vështirë ti çmontosh me mjete juridike, sepse unë kam një natyrë që sjell historinë e sjell dhe historia jo në Shqipëri, por në gjithë botën përsëritet. Do të kuptojmë diçka. Në 1945 për shembull janë vrarë kryeministra, zot kryeministra, president në atë kohë është bërë kasapan. Dhe ata u dënuan me një farë akuze të caktuar. Kishin edhe ata avokat atje. Dhe ata kishin se avokatia ekzistonte deri në 67. Por nuk i dëgjonte njeri pra sepse vendimet ishin marrë në Kongres për Metit kush do vritesh. Gjithë kundërshtarët do vriteshin. Kështu që edhe puna e këtyre personazheve si zoti Meta, zoti Berisha, Mediu, po deshet ju Erion Velia, po deshet ju do t'ju pyesë për Velia. Unë mendoj që lufta politike është shumë e vështirë, pra akuzat që kanë nuanca politike është shumë e vështirë ti çmontosh me juridike, por unë besoj te gjykata. Unë besoj te gjykata se mendoj që te ligji shteti së drejtës. Sepse jam i detyruar normal të besoj, ndryshe ta lë punën që nesër. Avokat. Po nuk besova te gjykatat, po nuk i besova, unë bie ta lë punën që nesër, po nuk jam nga ata që duhet ta besoj që në Shqipëri nuk funksionon më asnjë lloj nuance e shtetit së drejtës dhe mund mash pafajësi. Erion Velia, një prej njerëzve i cili ka pasur, do thoja, valencën e vetë politike, sot gjendet pas sekurave në një betejë gjyqësore, do të pyes nga ana profesionale, edhe pse ju nuk keni asnjë do të them as detyrim, por ju pyes më shumë si avokatë, si njeri që artikuloheni. Normal, edhe kolegët e tuaj kur është arrestuar më kanë pyetur. Unë hyj tek ata njerëz që jam kundër, tek ata avokat që jam kundër arrestimeve. Jam kundër arrestimeve, sidomos arrestimeve të natyrës të politikanëve. Okej, dakord. Ka çështje, padyshim që janë çështje të cilat kërkohet masa e arrestit, por mos harrojmë që në kodin e procedurës janë 7 masa, parashikon 7 masa shtrënguese, duke filluar siç e thash pak më parë, nga ajo arrestit në Burg e kështu me radhë. Zoti Velia, për mua në gjykimin tim, mbahet sot në paraburgim, për shkak sepse ai kërkon akoma të ushtrojë funksionin e kryetarit të bashkisë. Pra ai mbahet në paraburgim, sepse ai kërkon të ushtrojë të bashkisë së Tiranës. Pra në qoftë se zoti Velia i thoni ju, zoti Velia thot unë iki, ai deli lirë. Nëse zoti Velia nesër i jep dorëheqjen me shkrim nga kryetar bashkie, të më besoni që zoti Velia i ndryshohet masa e sigurimit. Sepse është në ushtrim të funksionit të tij. Dhe unë nuk do të them tani që aty mbahet ai me prova se nuk të drejt nuk e kam. Por problemi është ky, nuk e njoh dosjen, s'dua të flas a priori. Problemi është ky. Ata që ushtrojnë funksionet publike dhe janë në ushtrim të tij, është shumë e vështirë kur merret masa e sigurimit të ndryshohet. Të ndryshohet kjo masë. Tani sepse edhe praktikat evropiane, edhe gjykata evropiane në disa vendime të saj ka mbajtur qëndrime që kur janë duke ushtruar funksionin publik përbëjnë dhe akuzohen për korrupsion, sepse korrupsioni, do ta kuptosh normal, edhe në vendet e Bashkimit Evropian, konsiderohet një vepër penale, është njësoj si, po ta themi, terrorizmi.
Pra, konsiderohet si terrorizmi. Ka që e rëndë Është shumë e rëndë nga pikpamja e mendimit të qytetarëve evropian, edhe për dëmet që shkakton. Po, dëmet shkakton sepse thot, unë pagoj taksa, thot, ti bën korrupsion me taksat e mia. Dhe ky është ajo, prandaj ata e konsiderojnë shumë të rëndë. Sepse ne masim korrupsionin ose mendimin me standardet shqiptare. Në Shqipëri nuk bën lajm të madh shumë, ose dhe qytetarët vetë thonë, do vjedhja i tani prandaj është atje, fillojnë këto nuanca folklorizmat. Kanë këto folklorizmat të prapambetura. I bëj dhe unë. Të një mund ta quajmë të një sklavi, mund të themi, sepse vetëm kështu mund ta themi. Më mundësie. Por bota perëndimore këtë e ka shumë të shenjtë. Dhe unë të jeni të bindur, nëse Erion Velia nesër do hiqet nga kryetar bashkie, pa dyshim që aty do ndryshojë masa e sigurimit, sepse edhe po të shikojmë arshyetimin ligjor që i kanë bërë për masë e sigurimit, është që ai prish provat. Dhe rëndoi edhe fakti tjetër që ai në momentet e paraburgimit bëri disa media pastaj që bënte reportazhe, bënte mesazhe dhe e intimidoi, pra kërcënoi drejtësinë, pra organin akuzës, dhe u vlerësua që ti nëse nga ato ambiente kërcënon akoma atje, imagjino që ato bësh dëshmitarëve jashtë. Pra, kjo është ajo që duhet të them për Erion Velian. Avokat, më ngacmohet pak kur preket emrin e Erion Veliait për çështjen e drejtësisë, po edhe më ngacmohet edhe pak fakti për Ilir Metën. Në kontekstin që ju thatë sa herë që e ngatron çështjet politike me penale, atëherë është problematike. Sa e vështirë është në optikën tuaj që zoti Meta të marrë drejtësinë në këtë situatë që jemi? Zoti Meta, me sinqeritet u them, të shumë optimist. Shumë optimist dhe edhe përballjen në kuptimin që kishim me prokurorët ditën që ju komunikua akuza. Biles ju tha që duhet të përfundoni sa më shpejt sepse me ju duhet shikojmë, duhet të ndeshem në gjykatë. Pra, e ka të bindjen e tij që do që patjetër që t'i provojë në gjykatë. Dhe kjo është ajo për të cilën e them me shumë sinqeritet që është shumë i bindur për pafajësinë e tij. Unë normal kur thash t'i kthem pak atij momentit që lash pas shpjeguar më parë. Kur u takova që kontaktova